Tregu i shitjes së bimëve medicinale të prodhuara në qarkun Korçë këtë vit ka qenë i siguruar dhe pjesa më e madhe e tyre janë shitur. Fermerët kanë ngelur të kënaqur me përfitimet, pasi çmimet kanë pësuar rritje këtë vit. Bimët medicinale janë eksportuar të gjitha të kultivuarat që kishim në zonën e Shëngjejit, plus dhe çmimet kanë qenë shumë të mira, për vetëm arsye se produkti ishte cilësor, mallat ishin kërkuara në treg dhe kërkesa ishte e madhe, kështu që fermerët patën një leverdi shumë të madhe. Po kultivojmë dhe lulën e cianit se pati një kërkesë tregu nga 2.500 lekë të vjetra, 3.000 lekë, ky vit shkoi 9.000 dhe 11.000 lekë. Rritje të çmimit të tregtimit ka pasur dhe për çajin e malit, ku nga 100 lekë këtë vit është shitur me 1.500 lekë kilogrami, gjithashtu dhe molla e egër, e cila u tregtua me 1.600 lekë kilogrami. Me interes për tregun ka qenë dhe dëllinja e zezë, e cila përpunohet më pas. Sa për prodhimin e egër që zona e Korçës ka dëllinë e zezë në sezonin e vjeshtës dhe kjo ka ecur shumë mirë dhe kjo përdoret më shumë në tregun europian për konsum, për ushqime. Krahas kësaj kemi dhe mollën e egër në bashkinë e Devollit, të Ersekës dhe të Korçës. Rreth 80% e bimëve mjekësore e aromatike në të gjithë Shqipërinë kultivohen në qarkun e Korçës. Zonat më potenciale për kultivimin e tyre janë Bashkia e Kolonjës, Devollit, Maliqit dhe Pustecit.